Në analizë përmendet edhe vendimi i Emirateve për t'u larguar nga OPEC-u, një hap që, sipas autorit, nuk lidhet vetëm me naftën, por me rivalitetin strategjik në rritje me Arabinë Saudite. Hirst e interpreton këtë si një përpjekje të Abu Dhabit për të goditur Arabinë Saudite në zemër të fuqisë së saj ekonomike dhe për të dobësuar mekanizmin rajonal që për dekada kishte garantuar balancën energjetike në Gjirin Persik. Por ky është gjithashtu një bast i rrezikshëm. Sipas analizës, Emiratet mbeten një shtet me kapacitetet kufizuara ushtarake, me ekonomi të varur nga kapitali i huaj, turizmi dhe fuqia punëtore emigrante. Çdo konflikti zgjatur rajonal mund ta godasë rënd vetë themelit e modelit Emiratas. Për këtë arsye, Hirst paralajmëron se afrimi gjithnjë më i hapur mes Emirateve dhe Izraelit mund të prodhojë pasoja afatgjata për gjithë rajonin. Ai beson se një aleancë formalizuar ushtarake mes Abu Dhabit dhe Tel Avivit do të jepte Izraelit një bazë të avancuar strategjike në zemër të Gjirit Persik, duke kryer konfliktin me Iranin në një përplasje të përhershme rajonale. Në fund të analizës së tij, Hirst u bën thirrje fuqive rajonale si Turqia, Pakistani, Katari, Omani dhe Arabia Saudite që të mos qëndrojnë pasive përballë këtij zhvillimi. Sipas tij, këto vende kanë tani një interes përbashkët strategjik: frenimin e zgjerimit të ndikimit Izraelito-Emiratas dhe krijimin e një arkitekture të re rajonale sigurie që do të pengonte përshkallëzimin e konflikteve në lindjen e mesme. Përndryshe, paralajmëron Hirst, rajoni mund të hyjë në një epokë të gjatë destabilizimi, ku lufta, sabotimi ekonomik dhe rivalitetet gjeopolitike do të bëhen pjesë e përhershme e realitetit të Gjirit Persik.